Ju bien flokët. Kjo mask do ju lerë pa fjalë me efektin që ka. Kjo është një mask mjaft e përshtatshme për parandalimin e rënies së flokut dhe ndihmon shumë të rinj. Përbërësit e kësaj maske janë të thjeshtë. Përdoreni 2 ose 3 herë në javë për rezultate më fantastike. Përbërësit që u duen janë: një verdh vezë dhe 2 lugë çaji jeshil, dhe përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Rrihni të verdhën e vezës derisa të bëhet homogjene dhe më pas shtoni 2 lugët e çajit jeshil dhe i përzieni ende. Pasi të keni arritur një masë homogjene, filloni dhe aplikojeni. Masën e krijuar e vendosni në skalpin e kokës dhe e shpërndani në mënyrë homogjene në të gjithë kokën tuaj. Pasi ta keni shpërndarë, mbulojeni kokën me një rrobë ose një mbuluese dhe e mbani kështu për të paktën 30 minuta. Kjo mask do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e flokut tuaj dhe mbi të gjitha edhe në parandalimin e rënies së tij, i cili lidhet edhe me faktorë të ndryshëm siç janë edhe kushtet e jetesës dhe stresi.